që të kenë kujdes gjatë daljeve apo frekuentrimit në për vendet të caktuara në malin Sharr, siç e dim ka shumë vende të bukura, t'i ruajmë ambientin, mos bëjmë ndezjen e zjarreve dhe ta lëmë të ndezur e pastaj gjatë natës një herë e vogël shkakton zjarr shumë më të madh. Gjithashtu edhe me hudhjen e cigareve të bëjmë kujdes që edhe fëmijëve tonë t'ju tregojmë që mos të bëjnë një ndezje të zjarrit për arsye se shkakton të mirat materialet tonat edhe mund të bëjë edhe dëmtimin e jetëve të njerëzve. Ky është apeli im që të bëjmë sa më shumë kujdes që ta ruajmë ambientin dhe natyrën që na rrethon neve. Të jenë të sigurt që zjarrfiksit e Tetovës janë 24 orë në dispozicionin e sicilit nga qytetarit që ka vështirësi. Kemi kapacitetet të mjaftueshme të makinerive që të jemi në vendngjarje dhe të intervenojmë profesionalisht siç i takon zjarrfikësve të Tetovës.